Jo mundotje zbulimi i madh drejt prodhimit të energjisë së pastër pa karbon. Një përparim i madh të shënuar në fushën e fuzionit bërthamor pasi shkencëtarët britanik kanë arritur të zgjidhin një nga sfidat më të mëdha teknike që lidhen me këtë formë të prodhimit të energjisë së pastër. Zbulimi është bërë në reaktorin eksperimental Mastu në kampusin Culham pranë Oxford, ku studiuesit kanë përdorur bobinat vogla magnetike për të stabilizuar skajin e jashtëm të plazmës së nxehtë brenda reaktorit. Kjo zonë e njohur si skaji i tokamakut është pjesa ku shpesh ndodhin humbjet energjisë dhe dëmtime strukturore. Kjo arritje konsiderohet si një moment kyç drejt realizimit të fuzionit bërthamor si burim energjie për përdorim të gjerë, duke afruar më shumë synim për të ndërtuar reaktorë që prodhojnë energji të qëndrueshme pa karbon dhe të pastër. Fuzioni bërthamor, ndryshe nga ndarja bërthamore që përdoret sot, imiton procesin e energjisë diellore, duke bashkuar atomet dhe duke gjeneruar sasi të mëdha energjie pa mbetje radioaktive afatgjata. Zbulimi i bërë nga MAST-U ndihmon në avancimin e projektit që synon të ndërtojë një reaktor të gjeneratës ardhshme në Mbretërinë e Bashkuar deri në vitin 2040.